Shkodra bëhet gati të mirëpres një nga ngjarjet më të mëdha muzikore të verës. Më 7 dhe 8 gusht, Dua Fest rikthen atmosferën festive me 2 net të mbushura me muzikë, energji dhe emocion, ku do të ngjiten në sken disa prej artistëve më të njohur të muzikës shqiptare. Organizatorët kanë hyrë në fazën e fundit të përgatitjeve dhe bëjnë të ditur se gjithçka është gati për një festival që pritet të mbledhë mijëra spektatorë nga gjithë Shqipëria dhe rajoni. Ata premtojnë një produksion të nivelit të lartë, performanca të veçanta dhe një atmosferë që do ta kthejë Shkodrën në qendrën e argëtimit gjatë këtyre 2 netëve. Publiku i Shkodrës i premtojmë një atë që meriton, një festival shumë të madh që Shkodra duhet me pas edhe mu krenu me te. Janë artist më të mirë shqiptarisë, s'mundesh me gjetë kënd më të mirë se ata dhe besoj ka me kanë diçka shumë e bukur. Si mjet nuk e bëjmë te Kaloja Rozafa, e bëjmë poshtë Kalojës Rozafa, është një ishull mes që kap edhe Drinin edhe Bunën, 2 lume të Shkodrës, bashkë me malin e Taraboshit, por është në sfond edhe Kaloja Rozafës normalisht, si ikone e qytetit. Aksesi është krejt i mirë edhe për njerëzit, mund marrë me makinë, si thome, ka një parking për gjithë, mund me kërku thjesht edhe në Google Maps Dua Fest, edhe ju bjen direkt deri te festivali, deri te vendi i parkimit. Interesi është shumë i lartë, jo vetëm nga Shkodra, por dhe qytetet tjera të Shqipërisë, interesi është shumë i madh dhe për aty që vinë për jashtë, për imigrantave, ne e shohim që ka interes me bileta edhe nga Italia, Gjermania, Franca, edhe shumë vende tjera të botës. Në sfondin manitës të Kalas së Rozafës dhe buz 2 lumenjve Drinë e Bunë, Dua Fest premton të dhurojë të pranishmëve një përvojë unike, ku muzika, natyra dhe historia e Shkodrës bashkohen në një spektakël të paharrueshëm.